Largohet nga kadastra e Vlorës drejtori Erion Galanxhi, një tjetër ndryshim i shpejt në krye të institucionit. Kadastra e Vlorës vijon të jetë një nga institucionet më të paqëndrueshme në aspektin drejtues, teksa ditën e sotme është konfirmuar largimi nga detyra i Erion Galanxhi vetëm 3 muaj pas emërimit të tij në krye të kësaj drejtorie. Burimet të brendshme konfirmojnë se Galanxhi nuk është më pjesë e strukturës drejtuese të kadastrës në qytetin bregdetar. Megjithse deri në këto momente mungon një komunikat zyrtare nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) për shkaqjet e largimit. Nuk është bërë qartë nëse largimi i tij ka ardhur si pasojë një dorëheqje të vetë-drejtuar apo si rezultat një vendimi për shkarkim nga lart. Ky zhvillim i fundit është bërë pjesë e një zinxhiri të gjatë ndryshimesh të shpeshta në krye të kadastrës së Vlorës, institucion që prej vitesh përballet me problematika serioze që lidhen me çështjet e pronësisë, legalizimet, konfliktet e interesit, presionet politike dhe akuzat për korrupsion. Për shumë qytetarë të Vlorës, kadastra është kthyer në simbol të burokracisë dhe mungesës së transparencës, duke ndikuar drejt për drejt në vonesat për legalizime, regjistrime pronash apo shërbime të tjera themelore. Emërimi i Galanxhit në mars të këtij viti u pas një përpjekje për të sjellë stabilitet dhe reformim në këtë institucion problematik. Ai kishte marrë përsipër të zbatonte disa masë organizative për përmirësimin e performancës së brendshme dhe për të adresuar ankesat e qytetarëve, por qëndrimi i tij për vetëm 3 muaj duket se nuk ka qenë i mjaftueshëm për të lënë gjurmë konkrete. Kjo situatë e përsëritur rotacionit të shpejtë të drejtuesve ka bërë që stafi i institucionit të punojë me një atmosferë të paqartë dhe pasigurt, duke ndikuar në efikasitetin e ofrimit të shërbimeve publike. Për qytetarët dhe bizneset që kanë procese të hapura me kadastrën, çdo ndryshim i drejtimit sjell shtyrje afatesh, mungesë përgjegjësie dhe shpeshherë bllokim të procedurave. Mbetet për tu parë se kush do të jetë emri i ri që do të marrë drejtimin e këtij institucioni në Vlorë dhe nëse autoritetet qendrore do të reflektojnë për nevojën e vendosjes së një drejtuesi të qëndrueshëm dhe profesional, që të jetë në gjendje të përballet me sfidat reale që përfshin administratimi i pasurive të paluajtshme në këtë qytet me potencial të lartë ekonomik, turistik dhe investimesh. Ndërkohë, opinioni publik pret nga autoritetet përgjegjëse që të japin një shpjegim transparent për largimin e Galanxhit dhe të sqarojnë nëse kjo është pjesë e një ristrukturimi më të gjerë apo një vendim individual.